Dëgjues dashur, po vazhdojmë gramofonin, siç ju paralajmërova edhe pak më herët, të ftuar sot në studio kemi Donika Gashin. Do të flasim për festivalin Ka Drita 3. Mirë se erdhe Donik. Mirë se ju gjeta Nura. Fillimisht na tregon çka është festivali Ka Drita 3 dhe cili është misioni i tij. Në fakt, festivali Ka Drita 3 është festivali Ka Drita në tërësi është pjesë një projekti më të madh i udhëhequr për organizatës sonë CVB Kosova. Është pjesë e projektit Mirdita Unik. Projekti ka pas për qëllim dhe ka për qëllim që në zonat ndërkufitare mes Kosovës edhe Shqipërisë të bëhet infrastrukturë në mënyrë që të ketë më shumë turizëm në Mirdit edhe në Unik, në këto dy zonat mes Kosovës edhe Shqipërisë. Më pas e kemi pasi nevojë në vitin e parë kur kemi filluar me implementu këtë projekt që përveç infrastrukturës të ketë diçka jo materiale, një koncert, një festival, diçka që na muj me promovu edhe trashëgimin kulturore jo materiale. Prandaj e kemi fillu me edicionin e parë të festivalit Ka Drita. Nuk e kemi mendu që ka me zgjat kaq dejtë e festivalit 3, por me siguri që do të zgjasë edhe më shumë. Shpresojmë që do të zgjasë edhe për shumë vite tjera. Po e kemi pa nevojën që në këto vende që kanë shumë trashëgimi kulturore, materiale dhe jo materiale, të kemi festival ku njerëz munde me shku për një ditë apo dy, në këtë rasti që është festivali jonë në këtë edicion, që të shohin më shumë për trashëgimin kulturore që ka Duka Gjini, po sidomos Uniku. Donika, një festival shumë i qelluar, sidomos që vënë pa edhe trashëgimin kulturore të vendit tonë. Na tregon cila është tema e vjetshme e festivalit Ka Drita? Fakt, tema është ndoshta për shumicën mund me njohë si praktik, po nuk e njohin si term, quhet transhumanca. Është praktika ku në fillim të verës familje të shumta së bashku me delet shkojnë në stan në Bjeshk dhe qëndrojnë atje gjatë tërë verës. Prandaj ne kemi marrë këtë praktikë dhe kemi bërë si temë kryesore të festivalit, meqense edhe në vitin 2023 UNESCO e ka shpallur si trashëgimi kulturore jo materiale, do të thotë është e mbrojtur nga UNESCO. Ne dim që Kosova nuk është pjesë e UNESCO-s, por sërish Shqipëria për shembull është, edhe në Shqipëri ekziston kjo praktikë, në Kosovë ndonse nuk jemi në organizata ndërkombëtare siç është edhe UNESCO, po prap kjo praktikë ekziston në Dukagjin edhe ka vite, dekada që familje të tëra shkojnë nga gjatë fillimit të verës për në Bjeshk dhe qëndrojnë atje gjatë tërë verës. Transhumanca nuk është vetëm ecja në Bjeshk, po është edhe filozofi, është mënyrë jetese për shumë familje. Ndonse e dim që nuk ka më familje siç kanë qenë para ndoshta një shekull më herët, që kanë shku shumë familje në stane dhe kanë qëndru, po sërish ka të tilla. Prandaj është praktikë e mbrojtur edhe nga UNESCO dhe ne kemi dashur këtë vit të japim një hol më shumë transhumancës që njerëzit kuptojnë çka saktësisht është. Po, në përgjithësi është edicioni i tretë dhe deri më tani sa e kanë kuptuar transhumancën të tjerët, sa janë përshtatur ose sa ju kanë ndihmuar në realizimin e këtij festivali. Transhumanca është tema aktivite. Po ne jemi mundu edhe nëse cilë intervjit që pëdalim, po flasim më shumë për transhumancën dhe tregojmë që kjo praktik ndonse e njohur në vendin tonë, po ndoshta si term është pak më abstrakt. Jemi mundu me kanalet tona në rrjetet sociale që t'japim jehone, tregojmë çka është transhumanca, por edhe gjitha punëtoritë dhe gjithçka që do bëjmë gjatë 2 ditëve të festivalit do ndërlidhet pikërisht me këtë temë, kështu që ndoshta jo në mënyrë të drejtë për drejtë, ne do themi tërkohën transhumanca, po do jetë një lidhje qoftë në mënyrë të drejtë për drejtë, qoftë jo të drejtë për drejtë me këtë temë. Po ndalemi pak tek aktivitetet kryesore të festivalit Ka Drita dhe na tregon cili është mesazhi që dëshironi me përcjell tek publiku. Si festivale dhe si organizat, qëllimi kryesor dhe emrusi përbashkë gjitha aktiviteteve tona e gjitha projekteve është pikërisht trashëgimia kulturore, kështu që nëse kishim dashur me
unë njoh për diçka shpikërisht kjo është. Ne mirë me trashëgimi kulturore, mirë me trashëgimi kulturore materiale dhe jo materiale. Nesër do filloj festivali, do thot me datën 4 korrekt, ditë shtune në UNEK, do filloj punëtoria parë në ora 10, ku do kemi një grup një organizat nga PEA, të quajtur Medveres Kosova, të cilët për gjimnazistët e Unikut do shpalosin një temë që është kogja aktuale, me thonë të drejtën. Është tema për AI, do jetë tema kryesore AI dhe njeriu, do flasin se kur është etike të përdoret AI, kur nuk duhet të përdoret, pse duhet të përdoret, pse nuk duhet të përdoret. Do jetë edhe një diskutim i hapur për gjimnazistët Unikas. Më pas ne do vazhdojmë me një punëtori për fëmijë, që prej fillimit e kemi pas synim që në festivalin ton të kemi dhe fëmijë që ata në ardhmja e shoqërisë edhe duhet t'ja mësojmë prej fëmirisë se çka është trashëgimia kulturore. Prandaj e kemi një punëtori me Hayat Toçillën, është aktore e njohur nga e teatrit, e cila do ja bëjë një punëtori, do e simulojë në një mënyrë këtë ecjen e deleve për në bjeshk përmes origamit, kështu që edhe gjithë fëmijët që do janë pranishëm do janë të involvuar gjatë punëtorisë. Më pas ne si organizatë kemi një program të quajtur Heritage Space, dhe në këtë program bëhen filma, dokumentar të ndryshëm për tema të ndryshme që lidhen me trashëgimi kulturore. Një prej tyre është Stina Astanit, është pikërisht e lidhet me transhumancën, edhe do kemi një screening të këtij filmi dhe së bashku me autorët e filmit, çlirimtari Januzaj dhe Urtez Zeneli, më pas do kemi një diskutim me gjithë publikun që do e shoh këtë film për transhumancën edhe për idenë e tyre që e kanë realizuar këtë dokumentar kaq bukur për këtë praktik. Më pas në mënyrë formale festivali do hapet në ora 18 në Gjocaj, siç e thëka më herët ne kemi bërë infrastrukturë, qëllimi i projektit Mirdita Unik ka qenë që të bëhet një infrastrukturë për qytetarë që dëshirojnë të shkojnë dhe të shohin bukuritë natyrore të Unikut. Prandaj ne kemi realizuar punimet e një balkoni panoramik. Dhe nesër në ora 18 formalisht do hapet festivali dhe do të përurohet ky balkon. Balkoni shumë i bukur, mund të shihen bukuritë e Unikut nga aty. Aty normalisht që do flasin edhe hisetarët e këtij projekti që kanë ndihmuar në realizimin e balkonit panoramik. Dhe më pas në ora 20:30 do kemi koncertin. Koncerti do hapet nga Guaxhin Muhaxhiri Quartet, i cili do natyrisht ai bën muzikë jazz, dhe më pas kemi grupin Arboresh, i quajtur Pepa Mariti Band, i cili vjen nga Kalabria për në Kosovë në Unik. Nesër në ora 22 fillon koncerti i tyre. Ata kanë ruajtur me shekuj të tërë gjuhën shqipe, por mbi gjitha kanë ruajtur edhe muzikën tradicionale shqipe, kështu që ky rock band do jetë nesër në ora 22 në Unik në Moronic. Do nik shumë aktivitetet, mirëfillta të themi, shumë të bukura dhe që kemi nevojë edhe ne si qytetarë të vendit. Na trego cilat janë pritshmëritë, sa do të ketë publik, sa i interesojnë ngjarje të tilla. Publik sigur du me cek në fillim që nuk është komercial në sensi që ne nuk shesim bileta. Është totalisht i hapur për çdo që është i interesuar me ardh nesër në festival. Viteve të kaluam ka qenë, domethënë vitin e parë ka qenë numër i konsiderueshëm, më pas vitin e ardhshëm natyrisht të rritet dhe presim natyrisht që të rritet edhe në këtë edicion. Po ajo që më bën optimiste me mendu që ka me pas ma shumë persona është pikërisht data 7 korrekt, sepse festivali ndahet në 2 ditë, është me datën 4 dhe 7. Me datën 7 ne do shkojmë nga Prishtina në Unik dhe më pas do shkojmë në një stan, që në këtë rast është stani familjes Krasniqi, ku së bashku me gjithë pjesëmarrësit do e shohim nga afër se si jetojnë në një ditë tipike vere ku largohen për në stan, si jeton një familje, do shohim si bëhet djathi, qumshti, kosi, do e shohim një drejt tradicionale. Dhe pse po them që mendoj që do ketë më shumë pjesëmarrës, është sepse ne kemi bërë një thirrje të hapur për studentë antropologjisë dhe jo vetëm, për gjithë ata që dëshirojnë të shijojnë edhe kanë pasion
trashëgimin kulturore, kështu që kemi bërë një thirrje të hapur 10 ditë më herët dhe gjitha numrat janë mbushur. Kështu që e kam një shpresë që njëjtë do jetë edhe për festivale dhe koncert. Po mendoj për koncert nesër. Kemi po ndryshime të motit këtë javë. A ndikon diçka në organizimin e juaj? Nga ajo që kemi po është që do jetë 24 gradë, që është edhe një lajm i mirë se nuk do jetë nxehtë i madh, sidomos për gjatë ditës kur do kemi punëtoria do të realizohen brenda, kurse në mbrëmje do jem në amfiteatrin e Moronicës, shpresojmë që nuk do bie shi, po edhe nëse bie kemi çadra së paku është freskët, nuk është ai nxehtë i madh që ishte këtë javë. Është festivali i tretë me radhë që organizohet. Nëse bëjmë një krahasim me vitet e kaluara, do të kishit bërë diçka ndryshe? Në fakt nuk është që mbarën nga ne, të them një emet, cilën e kanë qytetet e vogla, cilat kanë shumë trashëgimi kulturore, qoftë materiale, qoftë jo materiale, është mungesa bujtinave. Për këtë arsye, edhe Juniku nuk ka bujtina të shumta. Çka na kishim ndoshta edhe përmes këtij festivali të inkurajojmë edhe Unikasit që t'i hapin shtëpitë e tyre për bujtina sepse ka shumë potencial. Shumë persona që vinë në koncert ose duhet kthehen mbrëmje vonë, cilë nuk e inkurajojmë, me që kemi edhe kampin dhe mund të flenë në kamp, ose shkojnë në qytete më të afërta si Gjakova ose qytete të tjera. Që një prej të meta, po ndoshta kjo në long term, në një afat të gjatë, mund të me ju ndihmu edhe Unikasi që të kuptojnë që vendi tyre është shumë i bukur, edhe mund me hap shtëpitë për bujtina. Edhe me shfrytzu këtë rast, ndoshta si një nismë të re. Sa ka qenë sfiduese i gjithë organizimi i festivalit? Sa kohë ju ka marrë? Në fakt, festivali ka përfundu, edicioni i dytë ka përfundu vitin e kalum. Më pas na me njarë jemi mbledhë dhe kemi folur për edicionin e tretë. Është sfiduese sepse nuk jemi, si ka një kompani, ne jemi një organizatë që nuk e kemi vetëm festivalin, kemi edhe projekte të tjera që lidhen me trashëgimi kulturore, por gjithmonë që nga përfundimi i edicionit të dytë e kemi pas në mendje që ne duhet me vazhdu, me qënëse ka qenë i suksesshëm edicioni i kalum, edhe mendoj që ka marrë një kohë të konsiderueshme që nuk kemi edhe shumë antar të stafit, kështu që kur e ke një pasion për festivale, për trashëgimin kulturor, gjithçka arrit. Jemi fare në fund bisedës, diçka interesante që kemi lënë pa përmend në lidhje me festivalin që ja vlen të cekët? Diçka që si që ceka mungesa bujtinave në Junek, na dojmë që jo vetëm të shkojmë në Junek edhe thim që na për organizojmë një festival, po dhe ti inkuadrojmë Unikasit. Kjo për idejmë për me ha bujtina mund me qenë një plan afat, po ajo që na kemi prej fillimit e kemi pasi synem, është që edhe ti inkurajojmë Unikasit e ri, kështu që gjithmonë kemi vullnetarë, edhe këtë vedo janë 30 vullnetarë të Unikut, cilë do na ndihmojnë nga aja në zhë në gjithë 2 ditët e festivalit, me qëllim që jo vetëm të kuptojnë si realizohen një festival, po dhe të shohin që vendi tyre ka kapacitet për turizëm, ka kapacitet me që ka shumë trashëgimi kulturore. Kur jemi këtu, çfarë rëndësie ka përfshirja e familjeve në këtë festival në ruajtjen e traditës? Neve na kanë hapë dyert e stanit, një familja Krasniqi, kështu që e kemi tash synem edhe inkuadrimin e familjeve, inkuadrimin e Unikasve në mënyrë që të kuptojnë që është shumë e rëndësishme trashëgimia kulturore në vendin ku ata jetojnë. Unë të falenderoj shumë. Së pari që gjithë e ku ti jesh pjesë e gramofonit sot, dhe që ndave me ne gjitha këto informacione, iftojmë gjitha ata që përna të gjojnë, ti jem pjesë e këti festivalit, mirë fillt, që më të vërtit përshojmë që është bërë një punë shumë e madhe. Faleminderit shumë, Nora, ju presë dhe juve. Faleminderit.